Përshëndetje të nderuar. Sot data 11 prill 2026, një ditë shumë e ndjeshme, shumë kritike, për shkak se sot kanë filluar bisedimet, negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit në Islamabad të Stambollit. Unë mbrëm dikur vonë e bëra një video ku shtrova 3-4 skenarët e mundshëm që pritet të ndodhin dhe të dalin nga këto negociata. Sot do të përqendrohem në Pakistanin. Megjithëse që edhe më parë unë kam bërë video për Pakistanin dhe kam shkruar disa herë për Pakistanin, që nga koha kur ka qenë së bashku pjesë e Indisë, e pastaj ndarja në 47 nga India, pastaj Bangladeshi kur ndahet nga Pakistani në 71. Sot këto do të fokusohem në një element të veçantë. Roli i Pakistanit në ofrimin e palëve për të ulur e për të biseduar e para kësaj në ndaljen e luftimeve të drejt për drejta amerikano-iraniane. Kush është ky Pakistan dhe si arriti deri në këtë pikë? Pra, do të flas sot për Pakistanin si aktor i ri, i fuqishëm i rendit global, duke nisur nga ndërmjetësimi midis Shehbaz dhe Iranit dhe duke e përfunduar temën tek transformimi i diplomacisë bashkohore, se çfarë ngjyrime dhe formati po merr dhe çfarë pozicioni poze lindja e mesme Irani e Pakistani në marrëdhëniet e reja ndërkombëtare, në rendin e ri global. Kështu, ndërmjetësimi i Pakistanit në arritjen e një armëpushimi fillimisht të përkohshëm midis Shehbaz dhe Iranit përfaqëson një moment kyç tepër kritik dhe tepër të rëndësishëm në transformimin e rendit ndërkombëtar. Unë shumë herë po e përmendi rendi botror, rendi global, rendi ndërkombëtar, janë arsyet e qëndrueshme përse e përmendi këtë. Për të përqendruar fokusimin tuaj në një ndër pikat më të rëndësishme në marrëdhëniet ndërkombëtare në vitet e fundit. Pra, vdekja e rendit global të kaluar dhe lindja e rendit global që po hymi, por që ende nuk është konfiguruar në mënyrë definitive. Përshka është kaq e rëndësishme, përshka e përmeni këtë kaq shumë, sepse rendet botërore nuk ndodhin hap dhe kur ndodhin, natyrisht se sjellin pasoja shumë herë të pa imagjinueshme. Bëhen ndryshime radikale në marrëdhëniet ndërkombëtare, midis shteteve, midis kombeve, midis aleancave të ndryshme, e që kjo është edhe në interesin ton si shqiptar të kuptojmë se ka po shkon bota e sot këto teksa po flasim për transformimin e diplomacisë bashkohore me rolin e Pakistanit aty. Ky zhvillim, kjo arritje e ndërmjetësimit të Pakistanit në këtë luftë nuk dohet shikuar thjesht si një sukses diplomatik i izoluar i Pakistanit, por një tregues i fuqishëm i ndryshimit të thellë të strukturës së fuqisë globale, ku aktor të mesëm, që ishin si të mesëm më parë, middle powers, ju thuhet në gjuhën angleze, tani më po fitojnë hapësirë strategjike shumë më të madhe se që kanë pas përpara nëpërmes metodave jo konvencionale.
është gjetur nga ata moduesi që ta rehabilitojnë veten në rendin e ri që po krijohet. Përveç Pakistanit, këto ta rikujtoni edhe Turqinë, edhe Brazilin, edhe më falni, Afrikën e Jugut dhe 1, 2, 3 shtetet të tjera, të cilët do të luajnë rol shumë të rëndësishëm në rendin e ri që po hymi aty. Në këtë video do të mundohem të analizoj pra mekanizmat e ndërmjetësimit të Pakistanit, motivet strategjike të Pakistanit dhe implikimet për infrastrukturën apo arkitekturën e re të sigurisë globale. E para, miq, do ta kisha përmendur se Pakistani nga pozicioni periferik më parë tani po vendoset në qendër të diplomacisë globale. Si ashtu, për dekada, Pakistani është parë si një aktor periferik në sistemin ndërkombëtar, i lidhur kryesisht me konfliktet rajonale, me ndonjë luftë her pas hershme me Indinë, me Afganistanin, pastaj i njohur si faktor apo aktor në luftën kundër terrorizmit. Ju kujtohet, e kemi shpjeguar në detaje rolin e Pakistanit në krijimin e talibanëve, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë kur Bashkimi Sovjetik në vitin 1980, nëse nuk gaboj, e pushton, e invadon Afganistanin, dhe tani duhet të krijoheshin forca të reja, gjak i ri ushtarak për ta luftuar Bashkimin Sovjetik. Sikur tani që SBA nuk hyn në luftë direkte me fuqitë e mëdha, siç është Rusia e tanishme, pasarsja e Bashkimit Sovjetik apo me Kinën, edhe atëherë luftat i kanë strukturuar ashtu që fuqitë e mëdha, dy superfuqitë atëhershme, të nxjerrin përfitimet e tyre nga luftat e middle powers, që tyre fuqive të mesme dhe shteteve të vogla, shtete këto të cilat i kanë krijuar, më duket janë bohe afër 200. Pra, që ky Pakistan, i cili dikur ka luajtur rol, është njohur në botë për çdo arsye të cilat i përmenda, pra edhe për luftën kundër terrorizmit, atë botë, pra, kështu e shpjegue, në Afganistan nevojitej gjakiri, nevojiteshin njerëz të ri, dhe në Pakistan hapen hiç më pak se 500 medrese fetare islame, ku shpjegohet gjihadi, nxjerren ajete, hadithe e teori të ndryshme rreth gjihadit, deformohet gjihadi në përgjithësi dhe i ipët konotacion vetëm ushtarak. Përse? Sepse po nevojiteshin njerëz ushtar për ta luftuar Bashkimin Sovjetik në Afganistan, e që Bashkimi Sovjetik invadon Afganistanin, pushton Afganistanin për të shtrier, pastaj ka jugo global, ka shtetet islame, dhe për të marrë sa ma shumë nën kontroll në mënyrë që ti konkuroj edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë lindje të mesme e në këtë jug, në këtë shirit të jugut global tani siç e njohim. Pra, roli i Pakistanit atëherë, deri te ndërmjetësimi i tanishëm, ka qenë një rol periferik. Është njohur për arsye të cilat i përmenda. Megjithatë, me ndërmjetësimin midis SBA-s dhe Iranit, Pakistani shënon një kthes paradigmatike shumë të fuqishme dhe që vlen të trajtohet si temë këto. Në një kohë kur sistemi ndërkombëtar po largohet nga
unipolariteti, vetëm një gazd i botës, nga unipolariteti amerikan, dhe po shkon drejt një forme multipolariteti i fragmentuar, i ndar, edhe nuk dihet se kush me ka, hapet një mundësi dhe një hapësirë për aktor që din dhe kanë fuqi që ta luajnë apo të veprojnë në atë që në marrëdhënie ndërkombëtare quhet zonat gri të diplomacisë. Për ta kuptuar edhe më mirë rolin e Pakistanit, dua t'i përmendi këto 2-3 arsye sepse që to middle powers e ndërto edhe Pakistani, i dikur shumë periferik si rol në marrëdhënie ndërkombëtare, tani po fuqizohet dhe po fuqizohet fuqishëm. Derisa po e përgatitja këtë temë, veç u dha lajmi se 10 aeroplan të Pakistanit kanë zbarkuar në Arabin Saudite. Edhe si rezultat i një marrëveshje strategjike që e lidhen kohëve të fundit Arabia Saudite me Pakistanin, por edhe si rezultat i rrjedhave të reja, sepse derisa bisedimet në Islamabad po vazhdonin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmes presidentit të saj, Donald Trump, lajmërojnë se ka filluar sulmet mbi caqe të caktuara në ngushticën e Hormuzit për spastrimin e rrugës në mënyrë që të kalojnë anijet nga ty. Bile, Donald Trump në deklaratën e tij tallej se nëse Iran, ne i dimi saktësisht se ku janë minat nën ujore, e ndoshta Irani nuk e di. Gjatë kësaj kohe, përderisa unë po e përgatiti këtë temë, aeroplanet pakistanez nisën drejt Arabi Saudite për mbrojtjen e saj nga ndonjë sulm eventual që mund të vi prej ndoka, ose prej Iranit, ose prej Izraelit, ose të ndodh diçka tjetër. Gjatë kësaj kohe, kur dëgjohet jepet lajmi se aeroplanet ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po sulmojnë dhe po bombardojnë në grykën apo ngushticën e Hormuzit, informohet delegacioni iranian në Islamabad dhe delegacioni i thet Islamabadit zyrtar, ndërmjetësuesve, bëjeni me dije Washingtonin se nëse nuk ndalet brenda 30 minuta aeroplan mbajtësja amerikane që është nisën drejt vendit ku është e mbyllur aty, ne do ta sulmojmë dhe do ta hedhim në ajër. Dhe pastaj Donald Trump leta kuptoj edhe më mirë se a thua vërtet Iranit i janë shterë raketat dhe fuqit mbrojtëse për ujrat e saj. Përse e thet këto, këtë delegacioni këto, edhe kërkon nga ndërmjetësuesit pakistanez që ta bëjnë me dije Washingtonin, për shkak se në qatë deklaratën e para 2 orëve të Trumpit, Trump thët, përveç të tjerave që i përmenda, se Teheranit, Iranit nuk i ka met ma vend dhe fuqi për të sulmuar anije që do të kalojnë andej pari dhe ne do t'i pasrojmë edhe këto minat nën ujore. Vërtet deklaratat të çuditshme, vërtet e pabesueshme. Ka, unë e kuptoj, lufta për përdorimi i metodave për të treguar fuqi që ti shërbej në përgjatë negociatave. Kjo është e fortë, është e kuptueshme. E kuptueshme edhe është kur palët ndërluftuse japin informacione në favor të tyre. Armikut ja bombarduam kaq, e shkatruam kaq, bile mas 4-5 dite kur pati fillue lufta kundër Iranit, vetë Trump pati thonë se në Iran nuk mbeti kush ma me ka me bisedue në Iran.
Po tash, edhe njëre po e përsëriti, sistemi politik, po dal pak pej temës, po e rëndësishme me e kuptue. Sistemi menaxherial, si ta quaj, në Iran është 3 shtresor, miq. Përse është e pamundën të pushtohet Irani sot? Përse është e pamundën të rrëzohet regjimi kaq let? Përse është e pamundur ose është kaq e vështirë që një SHBA dhe një Izrael të mos arrin as për 40 ditë të gjunjëzojnë Iranin? Dëgjoni, në Iran sistemi është 3 shtresor. Më së larti është ajo që quhet e shenjtë. Pra, është velajeti fakih, është Ali Hamenei, është tani djali i tij, s'po flas për emra, por është si institucion deri në përmasat të shejtnisë që e kemi pa me sy në për video të ndryshme, kur shkojnë edhe e përshëndesin Ali Hamenein, edhe e prekin Ali Hamenein, e i afrohen Ali Hameneit, njerëzit dridheshin, i lëshën të lakun në gjunjë, si kur të alivanosur nga shejtnia e ti që ndjehet tek iranjanët. Që ky velajeti faki i ka 88 antarët e mexhlisit, pastaj i ka antarët e themelimit apo ruajtjes së kushtetutës, të gjithë këta hynë në qëtë institucionin e shenjtë. Imagjinoni, lideri shpirtnor, velajeti faki është zgjatim i Mehdil Muntadhirit. Mehdil Muntadhiri është imami i cili pritet që të vije dhe të bëj fet botën. Ata 12 imam, i kemi shpjeguar ato 4 videot që kemi folur për shiizmi. 3 video kam folur për sunizm, për këtë sufizmin, tani kam folur për shiizmin. Ju rekomandaj ti dëgjoni ato, ta kuptoni logjikën e shiizmit, se përse është e pamundën të gjunjëzohet një Iran i tillë, ose të dorëzohet një Iran i tillë, apo të bëhet një Iran i tillë sipas interesave dhe kërkesave dhe dinamikave e dirigjimeve të Washingtonit apo fuqive të mëdha. Unë flas duke sfiduar gjithë secilin. Flas me pompozitet, se edhe nëse rrëzohet udhëheqja politike apo ta quaj regjimi i Iranit të tanishëm, Irani do të jetë i njëjtë në raport me lindjen e mesme. Sepse që ky Iran tani, miq, udhëhiqet nga një frym fetare islame shiite. Dhe kjo frym fetare islame shiite, megjithëse nga regjimet arabe është parë i rrezikshëm, për shkak se përhapte frymën pan-islame që ishte kundër interesave të regjimeve arabe dhe interesave perëndimore, e sidomos të SHBA-ve. Megjithatë, në raport me arabët dhe me muslimanët e botës, e ka treguar të them një butësi, sepse i ka lidh fryma islame. Nëse bie që ky regjim dhe largohet nga pushteti fryma islame, velajeti faki i liderit shpirtnor, cili do qoftë ai, do të vije një frym tjetër që është shumë më e rrezikshme për vendet arabe. Do të vije fryma kombëtare, nacionale, nacionaliste e iranjanëve. Pra, iranjanët ose do të udhëhiqet nga fryma nacionaliste ose nga fryma islame. Nacionalizmi persian i dikurshëm, i cili edhe pse e ka pranuar islamin që po e përhapnin arabët e gadishullit arabik, të Hijazit, të Mekës dhe Medines,
ata kur nuk e pranuan kulturën arabe, por e ruajtën të veten deri në ditët e sota. Problemi i Iranit, i persianëve, i iranianëve me arabët, nuk ka problem vetëm i shiizmit, por është çështje edhe e ndarjes dhe konkurrencës gjeokulturore të tyre. Për gjatë gjithë historisë, persianët e kanë ndje atë madhështinë që ua ka dhënën historia, një popull perandorak. Pra, të kthehem në temë. Ma mërmenja se mujtët me më kuptue çka po duhe me thonë. Që kjo udhëheqje tani, në vend nacionaliste që është fetare, është në nivel të shenjtë. Është në pozicion të shenjtë. E shenjtë konsiderohet ajo, sepse është pasardhës, është zgjatim i Mehdil Muntedhirit, është zavenci Mehdil Muntedhirit. Mehdil Muntedhiri është i 12 që vjen nga Aliu radiallahu anhu, e Aliu vjen nga pejgamberi, ehli bejti, një lidhje gjenetike, shpirtnore. Unë do të mundohem të shpjegoj me një video në mënyrë shkencore, akademike, çfarë dënë të thëtë që kjo për shetet. Nuk ka punë rrahja që bohet me ata zinxhire, gjoksin kështu e pastaj përkushtimi deri në nivelet të shejtnisë Aliut e ati, nuk është punë e thjesht ajo. Nuk është ashtu siç shpjegohet. Shetet nuk janë jo musliman, janë musliman me plot kuptimin e fjalës, por në mesin e tyre kanë do, sikur të na që i kemi do samauka edhe të sunnetet, që jo shetet nuk janë kështu e jo kneje, jo rafidije që flasin për perëndimin e flasin për hanën e për di, që nuk kanë lidhje me Kur'anin dhe me sunnetin, edhe të kshetet, sikur të sunnetet, ke shtresa, ke njerës, ke hoxhallar të tyre, nacionalist të tyre, anti-arab të tyre, që flasin në disfavor të një bashkimi të muslimanve në ombrellën La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Nëjse, shtresa e parë është që kjo shtresa e shejtnis, që është e pa kontestueshme, e pa diskutueshme dhe çdo gjë që vjen pe atjehit është e pa prekshme. Shtresa e dytë, miq, është kjo që quhet garda revolucionare iraniane. Nuk është gardë vetëm ushtarake, po është fryma fetaro-politike e velajeti fakihit, e qësaj të naltës dhe e shtrirë pastaj edhe në dimensione ushtarake. Pra, është vepron si ushtri, vepron si shkollë, vepron si universitet, vepron si frymë dhe është tejet e fuqishme. Bile mund të thuhet se është dora apo duart e velajeti fakih në Iran dhe atje ku Irani ka interesat e veta që ta shtri ndikimin. Brenda qësaj të dytës, që kjo pra ta quaj shtresa e inteligjencës dhe sigurisë, vepron edhe ushtria. Por ushtria në raport me gardën revolucionare iraniane është në një nivel më të dobët. Ushtria merret me ruajtjen e kufive, me ruajtjen e ndonjë problemi që mund të ndodhë, ndasi etnike të ngjashme, por garda revolucionare, edhe një po them, janë duart e velajeti faki që është e pa kontestueshme. Shtresa e tretë është që kjo birokracia politike, presidenti, kryetari parlamentit, veprojnë në mënyrë të pavarur, zgjedhje, atë për ata që nuk e kanë ditën, zgjedhjet e lira në Iran mbahen sikur në asnjë vend tjetër në lindjen e mesme. Nëse zgjedhjet e lira janë një segment, janë një tregus i demokracisë, atëherë në Iran ka demokraci, po aq sa mbahen zgjedhjet e lira dhe humbin e fitojnë, befasojnë me humbje edhe njerëzit më të afërt të Ali Hameneit apo qësaj velajeti faki. Me gjithë që është e pavarur kjo shtresa e tretë, ta quaj birokratike, megjithatë vepron
në bazë të frymës që vje prej Velajeti Faqih, një shtet që është i njohur si Republikë Islamike. Garda revolucionare iraniane e ka shtrije celulat e veta në gjithë Iranin që veprojnë në atë mënyrë të quaj si të decentralizuara, dhe kjo i ka ndihmuar shumë që ti rezistoj bombardimeve dhe raketimeve amerikane dhe izraelite. E bona një shpjegim të nevojshëm për me ditet se si funksionon kjo. E kam shpjegu për para edhe si funksionon sistemi politik në Liban, si e kanë ndaje. Të krishterët e kanë presidencën, shiitët, Hizbullahi me partijen Emel në Bilberri, nëse i kujtohet, e kanë parlamentin, dërsa sunnitët e kanë qeverin. Edhe në Irak, pas pushtimit të Irakut, e ndajnë Irakun mbi baza sektare, presidencën e kanë këta kurdët e veriut të Irakut, qeverin e kanë shiitët, ndërsa parlamentin, nëse nuk gaboj, e kanë sunnitët. Pra, kooperojnë si kur 3 mini-shtete, si konfederat sektare brenda Irakit. Ka pas tendencë, është shkrue, se diçka të tillë po dëshirojnë ta bëjnë edhe Iranin, që ta ndajnë, nëse jo mbi baza sektare, sepse shumicë absolute Irani është shiit, ta ndajnë mbi baza etnike. Azerët një pjesë, iranianët persët një pjesë, belushët një pjesë, afganët një pjesë, pastaj tagjikët një pjesë, edhe me bo paramparqa, si thuhet në gjuhën turke, cop Iranin. Nejse, për me e ku të përkthejnë të shtetema, ndjes nëse dole e shtetës, po shpresoj që e dobishme për juve për me e dëgju, dhe meq komentoni tek nën video këto, për këto çka po i bëj. Nëse që kjo për shembull ke e dobishme, të shkruan aty, jam filani, po komentoj, mendimi jam është kështu ka, dhe po kërkoj sërish që ta shpërndani këtë video, ta shpërndani kanalin, ta bëni subscribe kanalin, që ta rrisim së bashku kanalin. Kthehem në tim. Për me kuptuar rolin e Pakistanit në raport me krizat dhe problemet e rëndit global të danishëm që po krijohet, do ti përmeni arsyet pse Pakistani, middle powers po dalin në rafsh. E para, dobësimi i hegemonisë amerikane. E dyta, rritja e Kinës si fuqi ekonomike, sistematike, pa ndërprej. Duke e shtini fjali këto. Kina është përfit deri tani, Kina është fituesi kryesor, mos them i vetmi në luftën ameriko-iraniane. Por derisa Amerika po harxhon miliarda, qindra miliarda, e do të harxhon edhe triliona dollar, Kina e ka shfrytzuar kohën dhe ka ble naftë lirë prej Rusijës, prej Iranit, prej Indijes atje, me gjithë që i kanë marrëdhëniet të vendosura, dhe Kina ka depozituar deri më tani 1.3 trilion barela naftë, sa ka krejt bota. Ka të djeg naftë, Amerika të harxhu pare, Arabët të djegë të harxhu pare, Kina ka dalë fituesi numër 1, një strategji të papar, dhe është duke e vëzhguar punën, duke prit një dobësim, thash, rritja e Kinës si fuqi sistematike, ekonomike dhe dobësimi hegemonisë amerikane. Po pret që Amerika të vije deri aty sa ajo për 24 orë me hije dhe me rregullue punën me Tajvanin. Një faktor tjetër që i ka qitë në pa qëto
forcat e mesme është roli i Rusisë si aktor destabilizues dhe në të njëjtën kohë balansues varësisht prej vendit ku interferon dhe prej interesave që i ka. Dhe e katërta, fragmentimi apo ndarja e aleancave, shkapërderdhja, mos them shpërbërja e aleancave tradicionale. E kemi thënë më shumë se një herë, çush e ka thënë vetë me gojën e vet Trumpi, se aleancat e kalume, marrëveshjet e kalume, nënshkrimet e kalume kanë marrë fond, ato nuk nifën. Inshallah do nënshkrimet që i kemi bërë ne si Kosovë, si shqiptar, na i marrim parasysh dhe janë në përputhshmëri me interesat amerikane. Përndryshe kush nuk ato e njoftën kërkon. Janë prish aleancat edhe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian Brehi. Të gjitha këto, pra Kina, Rusia, vendet e tjera, çto middle powers, kanë përfituar shumë nga që fragmentim, apo dobësim, apo shpërbërje e aleancave të kaluara. Në qëtë kontekst, pra, meq konflikti SHBA-Iran nuk është vetëm konflikt bilateral mes dy anëve, por është pjesë e një krize strukturore e rendit ndërkombëtar që ka vdekur dhe i riut që po bën përpjekje të lindë dhe të merr formën e vet. Pakistani, në këtë rast, ka përdorur dy forma, dy shtylla, ose një strategji me dy shtylla që i arriti deri dikon. Është arritur e madhe, mbajeni mend. Turqia kur arriti me ul Rusinë Ukrainën në Stamboll, një javë ditë lavdata e bënëm takimi Stambollit, shumë e rëndësishme. Turqia është krenu dhe ka qenë për të krenue sepse arriti ta bëj korridorin e grurit. Megjithëse lufta midis Kinës, po mendoj Rusisë edhe Ukrainës vazhdonte, roli i Turqisë, zati që aty e mor hovin, mogullimin, vlimin në marrëdhënie ndërkombëtare, krahas edhe përparimeve ushtarake. E krijoi mundësien që gruri dhe plehra të mos ndalen të vinë prej atje dhe të shpërndahen në përbot. E shpëtoi botën nga një krizë e ushqimit, që të mos vdesin njerëz në shtete të varfra të Afrikës dhe të dobta ekonomikisht të Azisë dhe Amerikës Latine, mbase edhe të mos dëmtohen edhe në Evropë këto e ne në Ballkan. Pra, që kjo Turqi tash mund ta luan një rol të njëjtë si që ka luajtur për atë korridorin e grurit, ta luaj edhe për rastin e të ngushtica e Hormuzit. Shkojmë më tutje. Siç po e shehni, unë dalë rryma të na këto, po do ta vazhdoj kështu. Edhe nëse pamja nuk është aq e qartë, zëri po dëgjohet, po vazhdoj. Strategjia e Pakistanit është përqendruar mbi dy shtylla që ka rezultuar me fitoren e madhe të bëhet një ndërmjetësuese, fillimisht për armëpushim e tani edhe për negociata në Islamabad. Një ndër elementet më të rëndësishme nga këto dy shtylla pra është krijimi i një lidhje të drejt për drejt midis elitave politike pakistaneze dhe amerikane. Ndërto, një bashkëpunimi i ngushtë me administratën e Donald Trump. E kemi thonë se diplomacia e tanishme ka dalë prej kolosegve të asoj diplomacisë të 70 vjetëve të fundit. Është kthye në një diplomaci klasike e kohëve perandorake, kur lidhjet personale të njerëzve, martesat, kumarit, luajnë rol të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare të tanishme. 2. Roli shumë i fuqishëm personal i Asim Munirit,
të Pakistanit dhe 3 komunikimi i drejt për drejt i tij dhe i ministrit të jashtëm dhe i ushtrisë me Vance. E ka shfrytzuar Pakistani këtë lidhje kaq të fuqishme mes tyre dhe ja ka rritën atë që ta bëj. Kështu thon pak përpara, erdhë rryma tash më duket, po kështu thon pak përpara se Pakistani, jo po Turqia, është krenuar që ka arrit ta vendos vetveten në pozitë ndërmjetësuese në mes Rusisë dhe Ukrainës. Një arritur e madhe konsiderohet në politikat ndërkombëtare. Tani më Pakistani e ka tejkaluar edhe parametrin e Turqisë dhe arriti që ti ul, nëse jo drejt për drejt, por si ndërmjetësues Irani me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo tregon një rikthim të asaj që e thash pak më parë, diplomaci klasike e kohës perandërake e bazuar në marrëdhënie personale të liderëve politik të ndryshëm. 2. Shtylla e dytë që i ka ndihmuar Pakistanit është edhe gjeografia. Pozicioni strategjik gjeografik që ka dhe lidhjet historike me Iranin. Pakistani e shfrytëzon një kufirin e përbashkët me Iranin, që nuk është i shkurt, pastaj lidhjet historike, politike dhe ekonomike me Iranin, si dhe rolin informal si kanal komunikimi që e kanë pasur agjencitë e inteligjencës pakistaneze dhe iraniane. Kjo që të dy shtylla e vendosim Pakistanin në një pozitë që do të ketë edhe në të ardhmen një rol shumë të fuqishëm. Bile mund të them Pakistani për atë pjesë të botës do të ketë rolin e ndërmjetësit sikur Zvicra që e ka këndej në Evropë dhe në botën perëndimore. Ngushtica e Hormuzit, miq, për të cilën tani po luftohet dhe po bisedohet, po mos të ishte që ky armpushimi që e bëri Pakistani do të shkaktonte vërtet një krizë globale energjetike, një rritje ekstreme të çmimeve dhe një destabilizim të ekonomisë botërore. Dhe këto kanë qenë arsyet apo segmentet që e bëjnë Pakistanin një emër i njohur dhe i rëndësishëm që spaku deri më tani sa po e shohim, janë dalën luftimet, ka shpresa të hapet ngushtica e Hormuzit, Pakistani të bëhet një vend edhe më i rëndësishëm në të ardhmen. Kapaciteti i rezistencës së Iranit në këtë luftë nuk ishte në një pozicion për ta fitu luftën. Këto duhet me ditën të gjithë ne. Nuk ka qenë në një pozicion për ta fituar luftën. Siç nuk pati dhe nuk ka SBA-ja luks të mjaftueshëm të zgjaste lufta edhe më shumë. Leximi i këtyre dy nuancave nga Pakistani e bëjnë Pakistanin që të mendoj dhe të merr hapin të cilën edhe e mori. Në këtë kohë kur ne po flasim këto, po e mbaj unë këtë ligjerat, këtë video këto, bisedimet janë duke u zhvilluar në Islamabad. Se çfarë do të ndodhë, se si do të përfundojnë ato, sa do të zgjasin, një zot e di, e s'ma me menje që e din edhe palet që janë aty. Pra, Pakistani luajti një rol kyç në arritjen e kësaj marrëveshje, luajti një rol kyç në krijimin e kushteve për të filluar bisedimet në një moment kur bota kishte hyrë në fazën e numërimit mbrapsht ndaj afatit të vendosur të Trumpit.
Në videon jo të radhës, por një 2 video më tutje, do të flas në shifra në lidhje me dëmet katastrofike ekonomike që i ka ndodhur botës si rezultat i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Shifra të nxjerra nga raportet e ndryshme kredibile, nisur edhe nga organizatat legjitime, zyrtare të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gazetat The Times britanike, New York Times, Guardian dhe të tjera perëndimore, përtej kësaj që unë po e them tani, e vlerësojnë rolin e Pakistanit me fjalët më të përzgjedhura, saqë New York Times dhe The Times i Britanisë së Madhe flasin për një Pakistan të ri në raport edhe me vendet arabe të gjirit persik të pasura me naftë. Pakistani, i cili i zbarkoi aeroplanet ushtarak në Arabinë Saudite sot, do të jetë një fuqi shtesë, por jo konkurentive e Turqisë në lindjen e mesme, por do të jetë një fuqi shtesë nga middle power në një power tjetër, ku së bashku me Turqinë do të rikonfigurojnë edhe pjesë dhe dinamika të reja shumë më të rëndësishme nga ato që po i shohim tani në luftën me Iranin. Nuk ka qenë e rastësishme që Pakistani gjatë luftës e fton Hakan Fidanin e Turqisë, ministrin e jashtëm të Egjiptit dhe të Arabisë Saudite, dhe të mlidhe në Islamabad 4 ministrat e jashtëm të këtyre vendeve, Pakistani, Turqia, Egjipti dhe Arabia Saudite, dhe të konfirmojnë një aleancë deri tani e quajtur diplomatike, por që shumë shpejt kjo mund të shndrohet edhe në një aleancë strategjike. Taktikat të cilat i përdor Pakistani në këtë kohë kanë qenë për disa të njohura, por për ata të cilët nuk e din, Pakistani, duke i shfrytzuar afërsitë, e çka ka në ato afërsi nuk e di, me lider dhe vendimmarrës të njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kongresmen, me senator, me lobe të ndryshme, ka arrit që ti lejohet edhe ta posedoj bombën bërthamore, armët bërthamore, e lema që tani këtë afinitet, këtë aftësi të komunikimit ta shfrytëzoj edhe për uljen në tavolinë të dy palëve ndërluftuese, SBA dhe Iran, për të arritur një marrëveshje të mundshme. Marrëdhënia e Islamabadit me Teheranin, megjithëse që herë e vendosur, siç ndodhi në vitin 2024, patën luftime Iran-Pakistan. Pakistani ja bombardoi do katune Iranit këndej. Apo siç akuzohet Irani se i ka ndërsy, i ka shti Talibanet e Afganistanit për ta sulmuar Pakistanin në emër të mbrojtjes së talibanëve brenda Pakistanit, pa marrë parasysh këto, Islamabadi arriti që ta bind një Teheran të këtil, një Iran të këtil, me gjithë problemet evidente që janë aty, që të ulen, të vinë në Pakistan dhe të fillojnë bisedimet. Mbesim me shpresën se do të ketë një armëpushim real, do të ketë një marrëveshje paqeje, por duke ju bërë me dije se ngjarjet e këtilla
temat të cilat i flas, në mënyrën që i flas, me terminologjinë që i flas, do të vazhdojnë edhe për një kohë të gjatë në lindjen e mesme. Sepse, si që kam përsëritur radhazi, lindja e mesme është nda në atë formë, është coptuar në atë formë dhe eksploatohet në atë formë sa që aty të mos ketë paqë, nëse vazhdon kështu, mos thash Zoti deri në ditën e Kiametit. Mirupafshim.